përsëritin e dytë do bëjmë një recetë dhe këtë recetë që kemi për sot është kalamar sote me pure patate. Është një recetë e thjeshtë, por duhet kemi shumë kujdes në mënyrën se si e trajtojmë produktin. Vazhdojmë nga puna. Za të mira, vazhdojmë me prerjen e qepës, mbezim dhe gazin avash avash që të ka gjë, po më dhe dorinin e ndajmë në kaq. Po. Këtu jemi në fazën e përgatitjes nga vetë nxënësit, që çdo të hënë marrin thjesht recetën dhe janë ata vetë që e bëjnë pjatën. Po Zamira, edhe atë do e grim. Vazhdo Zamira me shpinë e kalamarit. Po. Vazhdojmë pak më shpejt Zamira se. Ta të shih që produktet I kemi bërë gati, vazhdoj me skuqen. Ta mirë ndizin vaj. Vazhdo ndizet ti. Çfarë po ju them Zamirës, të gjithë jeni dhe ju, a? Tani Zamira. Do hedhim qepën, kalamarin dhe pomodorinin, derisa të krijohet një masë. Vazhdojmë me qepën e skuqim në tigan. Po. Kurse këtu kemi purërinë e patates që e bërëm gati. Thjesht patate, grana, gjallë. Vazhdoj. Po. Jo, kajdo. Vazhdoj me skuqin e kalamarit derisa të marrë si ngjyrë të artë. Kri piper.
Zamira Semina ngrije pa gazin. Vaj, po. Ngrije zjarin maksimum që ta skuqim kalamarin. Prerja duhet të jetë kaq e holl, por gjithë tash këto duhet i prerë. Kalamari soda te duhet të jetë pak i trashë, sepse kalamari ka një lloj vetije që neve kur e skuqim e pjekim në atë kurrë. Jo, mos. Vazhdo. E ken rregull. Po, jedhin pomodorinit. Jo, idhi pomodorinit. Po. I shtojmë dhe pak vaj. Sa të shohë që pomodorini është zbutur, do i shtosh ujë. Ke rregull? Kur e shohim që kalamari ka marrë një ngjyrë të artë dhe pomodorinit janë skuqur, e shuajmë me ujë. Mjafton. E rregulloj me kripe piper. Bolli ke hidhe. Ule zjarin, shto pomodorini. Po, hidhe. Po. Tashi do e lesh derisa masa të pikset. Në momentin që ti krijon një lloj kremi, e heqim. Shpejt çuna. Vazhdojmë. Vetëm Zamira është më shpejt nga ju. Shtoni pak ujë, skuqini dhe pak. Jo, le edhe pak. Tani hini. Fike. Po, edhe pak ujë. Tani e shohim që kalamari sote është gati.
Zamira, vazhdojmë tek montimi i pjatës. Puren e patates, 2 lugë, dhe vazhdojmë një pjatë, hidhe kalamari. Ja? Gjitha bashkë i hedhim. Okay. Tani vazhdojmë te montimi i pjatës. Ka dhe që mbullet e dekorit. Mbullet e dekorit. Kja ty. Atëherë, si që pat, sot ishte receta e vitit të dytë, një pjatë e thjeshtë, po me plot shije. Ju mirëpresim prapë në videot e tjera.